Ish çifti i njohur i showbizit kosovar, Robert Berisha dhe Nora Istrefi, kanë tërhequr vëmendjen e publikut ditët e fundit, teksa janë shfaqur duke kaluar pushimet dimërore së bashku me vajzën e tyre, Rene. Edhe pse prej kohësh nuk janë më bashkë si çift, dy artistët kanë dëshmuar se raporti i tyre mbetet i qëndrueshëm dhe i fokusuar tek mirëqenia e fëmijës, përmes postimeve të ndara në Instastory. Roberti dhe Nora kanë treguar se ndodhen në të njëjtin destinacion, duke shijuar peizazhin madhështor dimëror dhe momente të ngrohta familjare. Pamjet e publikuara reflektojnë qetësi, harmoni dhe bashkëpunim, duke dhënë një mesazh pozitiv për ndjekësit e tyre të shumë. Burime pranë çiftit bëjnë të ditur se ky udhëtim i përbashkët ka ardhur ekskluzivisht për shkak të vajzës së tyre, Rene, për të cilën ata vazhdojnë të mbajnë një marrëdhënie miqësore dhe korrekte, pavarësisht ndarjes. Të dy kanë theksuar edhe më herët se prioriteti i tyre kryesor mbetet rritja dhe edukimi i vajzës në një ambient të shëndetshëm emocional. Me këtë veprim, Robert Berisha dhe Nora Istrefi japin një shembull domethënës edhe për çiftet të tjera të ndara, duke treguar se ndarja nuk duhet domosdoshmërisht të shndërrohet në konflikt apo distancë, veçanërisht kur në mes janë fëmijët. Bashkëpunimi, respekti dhe komunikimi mbeten element kyç për ruajtjen e ekuilibrit familjar. Momentet të tilla të përbashkëta nuk kanë kaluar pa u vënë re nga publiku, duke u komentuar gjerësisht në rrjetet sociale. Fansat kanë vlerësuar maturinë dhe pjekurinë e treguar nga dy artistët, duke i përgëzuar për mënyrën e respektueshme se si vazhdojnë të ndërtojnë marrëdhënien prindërore edhe pas përfundimit të martesës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.